se zemrat e njerëzve aty duken, ftyrat e vërteta njerëzve aty duken ke paraja. Se kështu për të hongër e për të pije, për të pi kafe, për të pi çaj, e për të hongër petulla, janë gjithë mirë. Kur vjen puna ke leku dhe tek paraja dhe tek tregtia dhe tek biznesi, aty del ftyra e vërtet dhe pamja e vërtet e njeriu. Për këtë arsye në mexhisin e Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu ndodhi që ra muhabeti për dikë dhe dikush tha o burri mirë. I tha Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, a ke udhëtuar me të udhëtim gjatë? Tha jo. Tha, a ke pas punë parje me të, tregtie, punë biznesi, ke pas punë legësh me të? Tha jo. Tha, a ke parë në një herë kur ka pas pushtet mbi dikë si është sjell? Tha jo. Atëherë tha, friksoje Zotit, mos thuaj që e njoh një person, po nuk e pen këto tre gjona. Ke paraja, ose në udhëtim, ose si sillet me njerëzit që janë në hyjmin e tij apo në varësinë e tij.